Zanë kujtes është zëri atyre që nuk patën mundësi të flasin. Është përpjekja jonë për të ndërtuar një kujtes të thellë, të ndershme dhe të qëndrueshme përmes një ballafaqimi të guximshëm me të kaluar. Një kujtes që nuk ndërtohet sipas nevojave të caktuara ditore, por mbi dëshmi, mbi të vërtetën historike dhe mbi dinjitetin njerëzor. Tema e sotme, vrasje të ushtarëve shqiptar në armatën popullore të ish Jugosllavisë, është vetëm një nga kapitujt e errët që për dekada me radhë kanë mbetur pa adresim institucional dhe pa drejtësi. Djemë shqiptar, shumica në moshë të re, u thirrën për të shërbyer në një ushtri që u premtonte barazi dhe vllazëri, por që për ta u shndrua në vendin ku humbën jetën në rrethana të dyshimta, të inskenuara dhe të fshehura qëllimisht. Ata nuk ranë në luftë, por u vranë në paqe, brenda kazermave të një ushtrie që duhej t'i mbronte. Shumë prej këtyre rasteve u prezantuan si aksidente apo vetvrasje, por sot, falë dëshmive, dokumenteve dhe punës hulumtuese, kemi gjithnjë më shumë prova që këto nuk ishin raste të izoluara, por pjesë e një politike të qëllimshme friksimi dhe nënshtrimit të shqiptarëve brenda strukturave të shtetit jugosllav. Vrasja e djemve 3 shqiptar në armatën e Jugosllavisë, teksa po e krynin shërbimin ushtarak të obligueshëm, është një kapitull krejt i veçantë i krimeve të kryera nga Jugosllavia, veçanërisht nga Serbia ndaj shqiptarëve. Kjo histori është e shtrirë në një periudhë mbi 40 vjeçare, që nga viti 1951 kur ka ndodhur 2 vrasjet e para të tilla. Rasti i parë i vrasjes së një ushtari shqiptar në ushtrinë e Jugosllavisë ishte në korrik të vitit 1951 në një kazermë ushtarake në Vishegrad, në Bosnjë dhe Hercegovinës. Aty, pasi kishin dështuar ta bindin 3 kurtohej në shërbimin e fshehtë ushtarak, autoritetet ushtarake jugoslave e vran Ramadan Xhelil Gashin, me origjinë nga fshati Vrbovci Drenosit. Ramadan Gashi aso kohë ishte vetëm 20 vjeçar kur e vran. Nga atëherë kanë kaluar 74 vite, por asot e kësaj dite, familja Gashin nuk e ka marrë trupin e Ramadanit, siç nuk kanë marrë asnjë shpjegim për rrethonat e vdekjes. Në të njëjtin vit, pra 1951, dhe sërish në Bosnjë-Hercegovinë, por në kazermën e Bihaqit, u vra 22 vjeçari Ibrahim Emini. Prindërve të tij, babait Eminit dhe nënës Nazifes, nga fshati Glamnik i Podujevës, nuk u dhanë kur dorëzim kufomën e djalit të tyre dhe as ndonjë shpjegim zyrtar se si u vraj. Vrasjet e ushtarëve shqiptar vazhduan edhe gjatë viteve të 60-ta dhe deri në fund të viteve 70-ta kur gjithsesi u vranë 16 ushtarë shqiptar. Por unë dua të flas për një emër të veçantë për Aziz Kelmendin. Jemi njohur nga afër, ishim bashk për rreth 3 muaj në shërbim ushtarak në Paraqin. Ai ishte një djalë i qetë, një djalë i mençur, me një përkushtim të rrallë ndaj leximit, ndaj dijes, dhe sidomos ndaj historisë dhe drejtësisë. Ishte student shembullor në fakultetin juridik, domethënë student i 10-tave. Kishte vetdije kombëtare të rrallë dhe shihej tek të rinjt e asaj periudhe. Po ashtu sot jam këtu jo vetëm për të përkujtuar, por edhe për të dëshmuar, jam njëri nga ata që u ndërshkua padrejtisht pas një procesi të montuar politikisht. Vetëm se isha shqiptar dhe isha në të njëjtin vend dhe të njëjtën kohë me Aziz Kelmendin. Do të jemi këtu për të trajtuar një kapitull të dhimbshëm të historisë sonë, për të trajtuar një dhëmbje krenare, dhëmbje për ata që u vënë mbi djem të këtij populli, e krenare me e për atë se kush ishin ata. Mbarimi i luftës së dytë botërore pothuajse për gjithë popullin kishte sjellur paqe, por për popullin tonë as nuk solli paqe, as nuk solli liri. Në vend të paqes së lirisë u mbushën burgjet me patriot, u përpiluan listat e ekzekutimeve të bijve më të mirë këtij populli. Lufta dhe armët nuk gjermonin, por njerëzit vriteshin e pushkatoheshin me gjyqje e pa gjyqje. Kjo shtrirje e pushtetit të ri të pushtuesit në Kosovë, pas luftës heroike të Çavan Polluzhës dhe vrasjeve masive, vazhdoi me vrasjet selektive, duke i goditur familjet atëdhëtare. Kështu në një mesditë të atyre moteve, partizan kishin rrëpuar shtëpinë tonë dhe kishin kërkuar gjyqin, të cilin nuk e gjejnë në shtëpi, me që rast e marrin babain e mitur si 13 vjeçar, e nxjerrin para mitraljozi për ta pushkatuar,
për fati dhe jeta ati vend një bashkëtarë yni i cili si këshill katuni ndërhyn dhe e shpëton. Vrasjet selektive të ushtarëve shqiptarë në armatën jugoslave shpërfaqen më së miri fytyrën kriminale të një shteti vrastar siç ishte Jugosllavia për shqiptarët. Këto vrasje shpërfaqen një përpjekje sa përfida aq mizore për të eliminuar aktorët e faktorët e rezistencës ndaj pushtuesit. Është e vërtetë se ushtarët e Avram në armatën jugoslave kanë pas një biografi familjare anti-Jugosllavi tjetër tre 2-3 fjallë dhe për familjen e Jetullah Deskut. Ai ka qenë shumë interesuar me ndigju prejardhën e familjes, për pleqëve tanë. Kemi qenë shtëpi e madhe për ndjekun nga komunizmi, edhe kur i tregojshin pleqë se 45-ën, 45-ën, është vra Halili i babës Demush në Istog, kur e pushkatu shumë patriot. Edhe një ngjarje shumë e hershme, kur ka qenë lufta, kriza e lindjes, 1953, 78, edhe aty një djalë i shtëpisë tonë, më thonë, është mobilizuar nga Perëndëria Osmane, edhe s'është kthy kurrë. Gjithashtu edhe në Istog se kemi gjetë kur varrin e Halilit Balzimush. Edhe, më thonë, janë 5 gjenerata para jetës që gjithmonë familja ka bërë rezistencë kundër Perëndërisë Osmane, kundër Jugosllavisë vjetër. Dhe ka qenë një familje që jeta është frymëzuar, po jeta është frymëzuar edhe në gjimnazin Lëç Gorakuqi në Klinë, cilin e ka mbrojtur me demonstrata në Klinë, Prishtinë, e ka qenë një djalë i mëshëm, një djalë i urtë, edhe i guzimshëm, kështu që e kujtojmë për jetë.